Për shkak se jo të gjitha gjërat bëhen në kohë, për shkak se jo të gjitha gjërat bëhen si duhet, brenda sistemit të qeverisjes, brenda institucioneve tona, humbet kohë. Projekti i monitorimit me kamera inteligjente të qyteteve dhe të rrugëve kombëtare është një projekt strategjik për sigurinë, për pastërtinë, për qetësinë e prindërve në lidhur me fëmijët në shkolla. E kemi bërë të gjithë pjesën që duhet bënim, flas nga pikpamja tani e pjesës së qeverisë, me marrjen e mbështetjes nga Emiratet e Bashkuara, ku ky projekt është në zbatim, zbatohet prej vitesh dhe ka një sukses të jashtëzakonshëm. Nuk e i hedh dot më plerat në rrugë, e ketë pamundur, për ta thënë troç, nuk i hedh dot, sepse të kap kamera në kohë reale. Dhe janë kamera inteligjente pikërisht për këtë, se nuk je ti që duhet kontrollosh videon e lagjes që të gjesh se po në momentin që dikush bën një shkelje në sistemin qendror ku ndodhet truri i gjithë këtij rrjeti kamerash, vjen sinjali dhe del atje personi konkret, i identifikuar. Nëse do të kishim atë sistem në këmbë, ajo ngjarje e Rinasit që ndodhi do të ishte zbardhur në kohë reale. Po nuk është problemi tek zbardhja. Problemi është që në momentin që ai sistem funksionon, parandalon, siç e ka treguar rasti në Emirate apo në vende tjera që kanë sisteme të tilla, parandalon në mënyrë jashtëzakonisht efikase të gjitha llojet e shkeljeve që lidhen pikërisht me rendin, me qetësinë, me respektimin e rregullave, nga rregullat e qarkullimit tek rregullat e bashkëjetesës në një lagje.